1, 2, 3, 1, 2, 3, Maria bën kafe. Sa të bëj Maria kafen, ne sot tek Olti Curri TV do të flasim për në qoftë se je VIP dhe nuk je divorcuar ende, është e kot, sepse po marrin shumë vëmendje intervistat e VIP-ave të divorcuar. Dhe unë kam bërë një sondazh online, pse VIP-at flasin publikisht për divorcin? Ju njerëzit e thjesht do flisit publikisht për divorcin tuaj dhe pas këtyre, a fshihet një kontratë ekonomike, pra VIP-at fitojnë diçka në para? Sepse po flitet kudo, Princi Leka me Blertën foli tek Arbana, foli Enada Hoxha për divorcin nga Gerti Vaso tek Mira Kazhani, Gerti Vaso foli tek Grida Duma u shkëput në podcastin e saj, nuk foli për gjëra që priteshin, nuk e di pse, po nuk foli onkologjik ku probleme të tjera inceneratore, sepse vjen nga një kaje apo i qasje politike, por hyri edhe Grida në showbiz. Kështu që për këtë do të flasim sot. Sigla, kjo është sigla jon e thjesht për një emision modest YouTube. Pse VIP-at flasin publikisht për divorcin? Unë bëra me një herë një sondazh në faqen time, në Instagram, Olti Curri, dhe pyeta thjesht. Mendoni se flasin për vëmendje, apo mendoni se flasin sepse çlirohen, pra kanë një moment që duan ta ndajnë në publikun, duke qenë personazhe publik, dhe duke folur, ato kanë një zbrazje shpirtërore, kanë një çlirim, por perceptimi publik është ky. Të paktën nga 478.000 ndjekësit e mi. 82% e tyre mendon se VIP-at flasin publikisht për vëmendje, ndërsa vetëm 18% e votuesve votuan dhe mendojnë se VIP-at flasin për divorcin e tyre publikisht, thjesht për të çliruar apo për të ndarë emocionet e tyre që i kanë brenda në shpirt. Atëherë, ne duhet të pyesim pak edhe zotin e online-it, që është ChatGPT. Dhe unë e pyeta, pse VIP-at shqiptar, e ndaj mendjen shqiptarët vetëm, kërkojnë që në podcast apo në daljet e tyre publike të flasin për divorcin. Në vendin e parë, ChatGPT-ja thot kontrolli i historisë. Në epokën e portaleve të rrjeteve sociale, nëse ata nuk flasin vetë, dikush tjetër patjetër do të flasë, do ta bëj këtë në emër të VIP-ave. Duke ndarë lajmin në mënyrë të kontrolluar pra në këtë mënyrë. Nëse VIP-i flet vetë, atëherë i jep shumë pak kohë portaleve të cilët ndonjëherë spekulojnë për tituj, që të flasin në emër të tyre. Kështu, për shembull, duke intervistuar vetë imprimis, pra në vetëm e parë personazhi i famshëm që ka kryer divorcin, e ka më të lehtë për të ruajtur imazhin dhe për të dhënë versionin më të afërt sipas dëshirës së tyre për këtë divorc. Në vendin e dytë, ChatGPT thotë se është strategji PR-i për brand personal. Për shumë personazhe publik, jeta private është pjesë e markës së tyre. Njerëzit i ndjekin jo vetëm për artin e tyre, por dhe për mënyrën se si sillen në çift apo në familjen e tyre. Kështu që një deklaratë për divorc mund të rikthejë vëmendjen ndaj tyre, t'i ndihmojë për të ndërtuar një imazh të sinqertë dhe njerëzor, ose të hap një kapitull të ri profesional, për shembull kur kanë projekte ta zëmë në teatr, në balet, kanë një libër apo kanë një këngë apo kanë edhe një spektakël televiziv për të promovuar, është momenti i duhur. Në vendin e tretë, ChatGPT rendit ndarjen dhe nevojën për empati, për të ndarë nga historia, pra për të mbajtur qëndrimin e tyre personi, mashkulli apo femra në rastin konkret. Empatia është gjithmonë nevojë për përkraje publike. Disa e ndajnë për të gjetur solidaritet me fansat e tyre, duke kthyer erdhime personale një mesazh universal të kuptueshëm. Publiku shpesh i përkra dhe ndjehet afër dhimbjes së tyre dhe dihet gjithmonë që viktimizimi nuk i bën keq askujt, edhe nëse është organik. Parandalimi i keq kuptimeve ose akuzave, ku përfshihen fëmijë, pasuri apo thashetheme tradhtie, një deklaratë publike ndihmon që të mos shpiken histori të reme. Në këtë mënyrë VIP-i mund të japi versionin e tij zyrtar. Të mos harrojmë edhe një gjë tjetër, që jetojmë në vitin 2025 dhe kjo është pjesë e spektaklit modern. Në realitetin e sotëm mediatik, jeta personale është pjesë e showbizit. Shumë ndarje bëhen virale dhe përkthehen në klikime, në ndjekës, në përfitime, edhe kur duken që janë momente të dhimbshme për personazhin e famshëm që është protagonist në këtë ndarje. Pyetja e dytë, që ishte në sondazhin tim, ishte: a do të flisni publikisht për divorcin tuaj, siç bëjnë VIP-at? Ju vetë, ju njerëzit e thjeshtë. Çfarë do të bënit? Mendoni pak. Jeni divorcuar dhe ju vjen një ftesë për një emision. Do thoni po me një herë apo ja.
Është e vërtet, 71% e votuesve deklarojnë që nuk do të ndanin kur historinë e tyre në ekrane publike. Ndërsa 29% e tyre, do të dilnin publikisht për të folur për jetën e tyre personale dhe në rastin konkret për divorcin e tyre. Por unë pata në këtë moment edhe një pyetje çik më diabolike, sepse duke u nisur nga eksperienca që kemi parë në vende të ndryshme të botës, mos shkojmë shumë larg, po deri në Itali, për shumë deklarata ekskluzive nga historia, jo vetëm për divorce, por ka patur raste kur dikush ka folur edhe për smundjet e shëndetit mendor, ka folur për problemet me shëndetin e familje e diku tjetër, kanë kërkuar para në këmbim të intervistave. Dhe unë për këtë pyeta, a mendoni se VIP-at paguhen për treguar historitë e tyre personale në publik këtu në Shqipëri? Desha mendimin e publikut. Çfarë mendon publiku kur shiko dy personazhe të njohur që dalin veç e veç për t'u rrëfyer në publik për divorcin e tyre? Publiku shqiptar në 80% të votuesve në sondazhin tim mendojnë që VIP-at paguhen për të treguar historitë e tyre personale në publik. Ndërsa jo, pra VIP-at nuk mendojnë që marrin para, është vetëm 20% e publikut që mendon kështu. Pra pjesa më e madhe mendon se VIP-at shqiptar paguhen. Por çfarë thot ChatGPT? Zoti ynë i online-it në lidhje me këtë. Pagesa direkte, thot ChatGPT, për në disa emisione prime time, talk show me audiencë të lartë, si për shembull në kurthin e Peter Pan, e Diell me lërë të flas, zonë e lirë, personazhet publik mund të marrin një pagesë simbolike për të dhënë intervistë mbi tema personale si divorci, fejesa, ndarja e të tjerë. Madje ChatGPT ka edhe një shumë, pra, se sa mund t'jenë paguar personazhe të ndryshëm të cilët kanë dalë në këto emisione. ChatGPT nuk citon një burim për të thënë se këtë informacion e kemi nga ky burim apo një tjetër, por vazhdon rrëfimin dhe thotë se shuma që personazhet paguhen për të rrëfyer divorcin e tyre apo intimitete shkon nga 300 deri në 1000 euro. 300 euro deri në 1000 euro për figura të njohura, qofshin këto këngëtar, aktor, prezantues, opinionist apo ish banor të Big Brother VIP. Ndërsa 1000 deri në 2000 euro shkon pagesa për rrëfime ekskluzive, shumë të komentuara. Për shembull, kur është një ndarje e madhe mes dy personazheve të mëdhenj, ose një deklaratë që del për herë të parë pas një skandali. Njëkohësisht, ChatGPT na tregon se ka dhe pagesa indirekte. Pra, personazhe shumë të njohur dalin dhe flasin publikisht për historinë e tyre, sepse intervista vërtet nuk paguhet me para, por shërben atyre si promocion personal për të lançuar një projekt artistik, sidomos një këngë, në qoftë se është një film, në qoftë se është një biznes i ri që personazhi i njohur ka ngritur, atëherë historia personale dhe tërheqja vëmendjes përkthehet në klikime për këngën, në shitje biletash për filmin dhe në vizita në dyqanin apo restorantin që personazhi i njohur do të hapi. Por njëkohësisht nga ana tjetër, në kohët moderne, shpeshherë këto histori të famshme VIP tregohen për të mbledhur ndjekës në rrjetet sociale apo për të rikthyer emrin në qendër të vëmendjes. Në këtë rast, televizioni vërtet përfiton audiencë, por edhe VIP-i nga ana tjetër përfiton një ekspozim publik që është një pagesë në thojza për jetën në showbizin shqiptar. Faleminderit dhe miru takofshim.